A kanë lobuar për Sali Berishën? Kanë lobuar. Po, pa diskutim, sepse procedura është lobim. Po është bërë ky lobi në anë të Partisë Demokratike në emër. Priti minut. Ato janë tjetër problem pastaj. Problemi është këtu. Nuk kam lobuar me administratën Biden. Jo. Nuk kam lobuar, nuk kam bërë asnjë lobim me administratën e presidentit Biden. Nuk ka procedurë tjetër për lobimit, siç e diu, domethënë më thonë. Pra, nuk ka patur asnjë, unë që ta dim të gjithë, të vetmin sankcion që kam patur ka qenë viza. Janë përpjek shumë me një vullnet patologjik. Kalojnë tek Thesari, se mendonin që unë kam besonin gënjeshtrat e tyre. Thesari që është të vërteta, bëri një hetim të thelluar dhe të gjithanshëm. Timin të fëmijëve të mi dhe gjeti atë që kanë gjetë edhe këta në vetimun që kanë bërë të pasurive çdo gjë dhe nuk ja u mori, ja u kthej mbrapsht. Pra, donin ta çonin tek ligji Magnitski. Ligji Magnitski është sigurisht sanksione të rënda, pastaj se të bllokohen llogaritë, bllokohen të gjitha, por ai ligj ka një ndryshim nga ky, që ai ka një kanal ankese. Ka një kanal, ky nuk ka. Ky ka vetëm lobbying dhe pastaj gjykimi i sekretarit, sepse është diskrecion i tij. I tij në raport me Kongresin. Këto janë. Por lobimi është paguar në emrin tuaj apo në emrin të Partisë Demokratike? Ai lobim se kush e ka paguar janë fondacion i cili ndihmon Partinë Demokratike dhe ka marrë përsipër të mbrojë kauzën e Partisë Demokratike.